Mirë se erdhët nga fort të dashur në leximin e juaj të radhës. Kam marrë për letrat duke fokusuar vetëm në të ardhmen, dhe tregon në fakt një mbyllje të një kapitulli emocional. Sikur nuk po nxitoheni tashmë, është një vendim shumë i prerë, pa drama, është një ndryshim i qetë, i menduar, edhe që ndodh sepse diçka nuk po mbani më, ka mbaruar, dhe kjo gjë mund të jetë zakon, mund të jetë martesë, mund të jetë dashuri, mund të jetë në familje, mund të jetë në punë, mund të jetë absolutisht një veti e juaja që në fakt është mbajtur gjallë më shumë nga zakoni, për hir, hatër, ku di unë, kultura, dashuri, se nga bindja. E ke toleruar sepse ishte e njohur dhe ishte një gjendje komfort, okay, në rregull jemi këtu, duke i thënë vetes, dhe nuk është ndonjë krizë e re, ta quaj ashtu, është një lodhje nga gjithë këto të vjetra. Dhe ku është ngërçi këtu të dashur kafor? Jo te frika për të ecur përpara, por tek ajo lidhje emocionale me atë që po mbyllet. Kur qëndrojmë në një vend, sado keq është nuk është e lehtë të kthejmë shpinën. Absolutisht sado që keq e kemi, është paksa një lloj ta them dhimbje emocionale me atë që po mbyllet, apo një lloj lidhje emocionale. Ndjenja se po lë pas diçka që dikur ka patur vlerë, por s'ka më. Por letrat janë goxha të qarta, ajo vlerë ka qenë, nuk është tani. E thash para, nuk e di, nuk mbaj mend cilës shenjë, është sikur një fustan që kam patur para 10 viteve ka qenë më rinte shumë bukur, kishte ngjyrën që e doja, ishte shumë trendi në modë, por sot ai fustan nuk më bën më ndoshta dhe forma trupore, pastaj ngjyra, nga që ndryshojmë si njerëz dhe shija me të, dhe nuk është më në modë. Më kuptoni çfarë dua të them, diçka nuk mbahet më dojmo se më ka ndej një farvakti apo një farkohë bukur. Do thotë, kjo është ajo që kërkohet të ndryshoni, se ka ardhur koha më tani ti. Ajo vlerë ka qenë, nuk është më. Pra, çfarë tregojnë në fakt letrat për të ardhmen e afërt konkretisht? Pas kësaj mbyllje, hapet absolutisht një mundësire më e thjeshtë ta quaja. Situatat bëhen më të lehta për të menaxhuar, ndihesh më e lirë, pa e kuptuar menjëherë pse po ndodh kjo, nga që shpeshherë kur era nuk vjen me zhurmë, vjen si lehtësim. Do thotë, pa bërë të madhe, është diçka që po përfundon, po sikur pa i dhënë shumë ngjyra, apo zhurmë, apo publicitet, të them kështu. Çfarë kërkohet, apo çfarë kërkojnë letrat të bëni konkretisht, të dashur? Me këto që shikoj, është një lloj pranimi që në fakt me një farë anë e keni pranuar që ka përfunduar kjo gjë, mos u rikthehet të shkuara vetëm për ta provuar edhe një herë nëse ka ndonjë rikthim, nëse ka të bëjë për dashuri. Jo, asnjëherë. Janë aq të qarta letrat, aq të është e konsumuar kjo lidhje, është e harxhuar, dhe për ta përfunduar edhe një herë nuk ja vlen baraqiran, të ktheni në një gjë që ka mbaruar tani. Mos e mbaj hapur një derë që në fakt s'ka zgjë përtej asaj dere, të hapur, mbyllet me qelës dhe hidhe qelsin diku. Ta them kështu. Veprimet praktike që mund të bëni, mbyll një bisedë me dikë që ka qenë dhe është e papërfunduar, mbyll një lidhje që është e papërfunduar, edhe pse ka mbaruar, ndalos si justifikuar e sjellje që nuk të përshtaten të personit apo për veten e juaj, lere të shkoj pa shpjegime të gjata, qoftë nga ana juaj apo nga ana e tjetrit. Çfarë mund të vi nëse bëni këtë duke lënë
të rjedhë ky muhabet, të largohet nga ju, të mbyllet derën me qeles dhe të hedhni qilsin. Pra, do vi qetësia emocionale që ju ka munguar tash e ca kohë, më pak tension në trupin e juaj absolutisht, nga që është një gjë mbyllur, e mbaruar tashmë, më shumë hapësirë për diçka reale dhe të re. Dhe këtu Gaforia nuk humb asgjë të rëndësishme. Në fakt, është sikur atë thesim që e ke mbajtur mbi supe, mbi shpinë, e ke hedhur dika dhe je shumë më lehtë tani. Duhet ta dini të dashur Gafor se jo çdo gjë që ka qenë e rëndësishme duhet të vazhdojë. Siç e mora shembullin e fustanit, disa gjëra mbarojnë që të mos të mbajnë më peng, të qëndrojmë në një vend numro. Mbylle me dinjitet, ec para pa u kthyer mbrapa. Qoftë një punë, qoftë një situatë që është duke mbajtur peng, qoftë një lidhje që ka mbaruar pothuajse por jeni sikur bashk pa qenë bashk, një martesë duke qenë bashk pa qenë bashk, ka ardhur koha të flitet hapur dhe të mbyllet me dinjitet. Qoftë ajo mund të ketë të bëjë vetëm me ju, për një ndryshim në jetën e juaj personale, profesionale, çfarëdo që të jetë, ka ardhur koha vërtetë të ecim përpara pa u kthyer mbrapa më.